3 milion euro dëm me mashtrime goditet të rjeti ndërkombëtar i krimeve kibernetike, sekuestrime në Tiranë. Është finalizuar një operacion ndërkombëtar kundër krimeve kibernetike i koduar platforma i shtrirë në disa shtete si Gjermani, Shqipëri, Kipro dhe Izrael. Përmes një njoftimi, policia bën të ditur se operacioni në Shqipëri është zhvilluar nga Drejtoria për hetimin e krimeve kibernetike në bashkëpunim me Drejtorinë e Forcës së Posaçme Operacionale në drejtimin e SPAK. Grupi kriminal dyshohet se ka mashtruar mbi 100 viktima me një dëm financiar prej mbi 3 milion euro. Në Tiranë janë sekuestruar mijëra euro dhe pajisje që shërbenin për kryerjen e krimeve kibernetike, ndërkohë që hetimet janë ende duke vijuar. Njoftimi policisë, Policia e Shtetit finalizohet operacionin ndërkombëtar kundër krimeve kibernetike i koduar platforma. Operacioni në Shqipëri nga Drejtoria për hetimin e krimeve kibernetike në bashkëpunim me Drejtorinë e Forcës Posaçme Operacionale në drejtimin e SPAK. Me mbështetjen e Eurojust dhe Europol, operacioni zhvilluar në disa shtete si Gjermani, Shqipëri, Kipro dhe Izrael. Në Tiranë sekuestrohen mijëra euro dhe pajisje që shërbenin për kryerjen e krimeve kibernetike. Drejtoria për hetimin e krimeve kibernetike në bashkëpunim me Drejtorinë e Forcës Posaçme Operacionale në Departamentin e Policisë Kriminale në kuadër të operacionit ndërkombëtar të koduar platforma ka kryer ekzekutimin e vendimeve të gjykatës posaçme të shkallës së parë për korrupsionin dhe krimin organizuar për ushtrimin e 3 kontrolleve në ambiente të ndryshme. Gjatë operacionit u ushtruan kontrolle në 3 ambiente të ndryshme, ku sekuestruan në cilësinë e provës materiale 2 aparate celular, një laptop, një njësi kompjuterike, një USB, një hard disk i jashtëm, një shumë parash prej 40.020 eurosh. Ekzekutimi i këtyre vendimeve është realizuar në kuadër të një letër porosie të lëshuar nga autoritetet gjermane në mbështetjen e Europol në kuadër të një hetimi ndërkombëtar për një grup të strukturuar kriminal të përfshirë në mashtrime përmes një platforme të re me investimesh online. Grupi kriminal dyshohet se ka mashtruar mbi 100 viktima me një dëm financiar prej 3 milion euro. Operacioni është zhvilluar në kuadër të një veprimi të koordinuar ndërkombëtar që përfshiu shtetet e Gjermanisë, Shqipërisë, Kipros dhe Izraelit me mbështetjen e Eurojust dhe Europol. Policia e Shtetit mbetet e angazhuar në bashkëpunim ndërkombëtar për goditjen e grupeve kriminale që operojnë në fushën e krimeve kibernetike dhe mashtrimeve financiare. Hetimet vijojnë.